këtë rast? Po flasë si Eman Ramoni, absolutisht që nuk i frikësuem zgjedhjeve dhe mendoj që do të ishte më e dobishme që vendi shkojnë në zgjedhje në mars. Si PDK nuk e shoh që i frikësohen zgjedhjeve, deklarimi publik është që pa marrëveshje politike nuk votojmë asnjë president, kurse qëndrimi im në këtë aspekt është që e respektoj dhe votoj në dakordim të plot me grupin parlamentar të PDK-s. Është një kolegi juaj, Xhavet Haliti, që po e përsërit disa herë që posti presidentit duhet t'i takoj PDK-s. Absolutisht kërkesë e tina e drejtë, natyrisht që secili subjekt dëshiron që presidenti i vendit dhe secilin pozitë jetë dikush nga subjekti i tij politik dhe natyrisht që ka edhe figura të cilat mund të jenë edhe president, por po flas është diskutim qëndrim zyrtar i Partisë Demokratike është që çështja e presidentit nuk mbështetet pa marrëveshje politike kushdo. Dhe nesër është një marsh në cilin mund themi që është prej temave që i ka unifiku spektrin politik më shumë se sa disa tema të tjera, plot tema të tjera. Çfarë pritni prej organizimit të nesër, pjesëmarrje masive përkundër motit të ligë që po parashikohet jetë? Ushtria Shërimtare e Kosovës ka qenë unifikuese dhe ka qenë vetë shliruese. Andaj edhe nesër, mendoj që edhe në aspektin moral, edhe kombëtar, edhe social i kemi obligim se cili dalim, bjemi pjesë e këtij marshi pa marrë parasysh kushteve klimatike, a bjen borë, a bjen shi, pa ka rëndësi. Besoj që në shesh nesër duhet jemi gjithë bashkë, mbrojmë vlerat e ushtrisë shërimtare të Kosovës, mbrojmë gjakun e gjithë dëshmorëve që kanë dhënë jetën për këtë vend, për këtë liri çfarë ne e shijojmë sot, kështu që është më pak ta çka mund bëjmë që t'japim një mesazh edhe gjykatës sociale, por edhe gjithë botës që ne jemi krah dhe mbështetës të luftës së ushtrisë shërimtare dhe gjithë atyre që po gjykohen padrejtësisht